Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka raportuar përfundimin e numërimit të 109 prej 245 kutive të votimit në qarkun e Lezhës për votat preferenciale të kandidatëve për deputet në listat e hapura. Të lënat paraprake tregojnë një ndarje të qartë mandatesh mes dy forcave kryesore politike në vend, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Sipas rezultateve të deritanishme, Partia Demokratike siguron 4 mandate në total, prej të cilëve 2 nga lista e mbyllur dhe 2 të tjerë fal votave preferenciale. Kandidati më i votuar deri më tani në rang qarku rezulton Gjin Gjoni, i cili ka marrë 4.318 vota preferenciale, ndjekur nga Aleksandër Lala me 2.817 vota. Megjithatë, këto shifra mbeten të përkohshme pasi numërimi i votave po vjon në Bashkitë e Lezhës dhe të Kurbinit. Nga ana tjetër, Partia Socialiste arrin të sigurojë 3 mandate. Në kuvend do përfaqësohen nga Ulsi Manja dhe Ermal Pacaj nga lista e mbyllur, ndërsa Pranvera Skana rezulton më e votuara në listën e hapur, duke marrë 3.668 vota, dhe me këtë trend mund të sigurojë mandatin e deputetes përmes votave preferenciale. Procesi i numërimit të votave në Lezhë ndërprer për disa orë për shkak të lodhjes së numëruesve dhe rinisi sërish në orët e drekës së të mërkurës.